Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun Vlorë, Bujar Leskaj, gjatë një takimi me banorët e fshatit Gjorm, ka theksuar rëndësinë që ka shpalosja e programit të Partisë Demokratike në këto zgjedhje, sikurse ka cituar pika nga programi i Partisë Demokratike, si programi i 100 ditëve të para të qeverisjes, përcaktimin e minimumit jetik dhe pensionin minimal prej 200 euro. Leskaj është ndalur dhe në pika konkrete të programit të Partisë Demokratike për bujqësinë, siç janë rritja e subvencionimeve dhe buxhetit të dedikuar sektorëve të bujqësisë dhe blegtorisë. Gjormi është krenaria këtu në krajinën tonë, flet historia e Vlorës, historia e Shqipërisë, historia e luftës së 20-s, gjithashtu flet dhe historia e Partisë Demokratike. Kemi një program i cili i rok të gjitha fushat e jetës. Do kemi një suport të padiskutueshëm për të gjithë fermerët në mbështetje të fidanëve që ata mbjellin edhe të krerëve të bagtive. Partia Demokratike do ta shtatfishojë dhe kjo do shkojë 200 milionë euro dhe nuk do ketë procedura burokratike. Ne bëhemi të përgjegjshëm dhe ne jemi ata që themi ato që do të bëjmë dhe bëjmë ato që kemi thënë. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike, zoti Atirt Hoxha, u shpreh se ekipi i kandidatëve të Partisë Demokratike është një ekip konkurrues përpara qytetarëve të Vlorës e Selenicës, duke u shprehur besim plot për mbështetjen maksimale për qytetarët dhe duke bërë Partinë Demokratike fituese në këto zgjedhje. Hoxha është ndalur tek fenomeni i shpopullimit, fenomen që rrëzitur nga politika antikombëtare e keqeverisjes së Edi Ramës në këto 12 vite. Shpalosja e programit të Partisë Demokratike, sipas Hoxhait, është prioriteti i gjithë secilit në këtë fushat zgjedhore. Plotësuar atë pazëllin për të qenë një ekip konkurrues përpara qytetarëve vlonjat, qytetarëve të Selenicës, patjetër edhe këtu në Gjorëm, për të marrë mbështetje maksimale dhe për ta bërë Partinë Demokratike sërish fituese. Për të bërë Partinë Demokratike sërish fituese, duke pasur si pikë synim që të bëjmë me një ekip dhe me një qeverisje për qytetarët sërish Shqipërinë të madhe. 1 milion qytetarë cilët janë larguar nga Shqipëria dhe kjo është një hemoragji e madhe e cila shkakton një plagë të madhe ekonomike edhe sociale. Ne kemi pasur dhe do të vazhdojmë të bëjmë shpalosjen e programit, kemi pasur disa takime shumë të frytshme edhe në zonën e Selenicës, edhe në qytetin e Vlorës, në të cilat jemi mirëpritur shumë nga demokratët, por jo vetëm, edhe nga ata të cilët kanë qenë të paangazhuar në politikë, por tek këtu ka edhe socialistë zhgënjur të cilët kanë marrë pjesë në aktivitetet tona dhe për cilët unë gjej rastin të bëjë thirrje edhe ju që t'i ftojmë, sepse në këtë qeverisje nuk janë të përfshirë socialistët, për të thënë gjëra siç janë. Janë disa rilindas të cilët e kanë kapur ato pozicionet edhe as socialistët e ndershëm edhe ata socialistët, po themi, që kanë mbështetur Partinë Socialiste dhe një ideal të majt, nuk janë pjesë e kësaj qeverisje. Kandidatja për deputete, zonja Alta Aluci, është shprehur besim plot për fitoren e zgjedhjeve dhe për një rezultat maksimal dhe fitues në Vlorë, duke i paraprirë ndryshimin dhe rotacionit në vend. Me krenari e pranova ofertën për të qenë edhe në listën e hapur, sepse jam e bindur që si vjet Vlora dhe Qarku do të votojë dhe do bëjë ndryshimin. Do të votojë dhe do të fitojmë më tepër se 4 deputetë e listës së mbyllur dhe ne dim t'ia dalim se kemi dhënë prova. Në përmbyllje, takimi në Gjorm theksoi angazhimin e Partisë Demokratike për përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët e zonës dhe mbështetje të fuqishme për bujqësinë dhe fermerët. Me programin e Partisë Demokratike, u bë e qartë se përkushtimi për një zhvillim të qëndrueshëm dhe një ekonomi më të fortë është prioritet, duke u garantuar qytetarëve dhe bizneseve mbështetje konkrete dhe masa emergjente brenda 100 ditëve të para të qeverisjes.